Se 7 mandate në listën e hapur, se besoj unë mendoj diku te 19 mandate do të marrin. Dhe këtu kemi një armatë të tërë burrash kryesisht të Partisë Socialiste, të cilët kanë dhe peshë si në aspektin e përfaqësimit, siç janë dy ministrat, po marr burrat, se ka dhe gra që janë ministra aty në garë. Ministri Hoxha po thua, Ministri Hoxha, Ministri Gonxhe, pra janë njerëz shumë të rëndësishëm në aspektin e përfaqësimit politik. Dhe pjesa tjetër është me ata që quhen senator. Pra, aty ka dhe gërshetim me disa të rinj që edhe ata kanë që janë edhe ka parasysh për shembull zoti Valteri, i cili merr dhe vota djathtas. Çfarë do të them me këtë? Maksimalizimi i votës PS-s në Tiranë do të jetë qëllimi i kësaj partie. Dhe Rama këtë e ka zgjidhur me këtë lloj gërshetimi. Pra, edhe me njerëz të qeverisë që kanë padyshim, ne jetojmë në Shqipëri, nuk mund të themi që ministri nuk do përdor strukturat e pavarësisht se unë personalisht nuk jam dakord, po unë po them çfarë do jetë rezultati në fund. Pra, kemi njerëz të qeverisë, njerëzit më të fortë politik të Partisë Socialiste dhe njerëz që marrin dhe vota djathtas, edhe të rinj dhe djathtas. Kjo do të bëjë që PS-ja për ta minimizuar të marrë për mendimin tim 19 mandate e PS-s janë thjesht presin vetëm datën 12 maj. Për mendimin tim, sepse shoh 12 maj. E di pse e them këtë, se shoh palën tjetër. Pala tjetër është pak nuk ka çfarë do përfaqësoja. Njerëzit më të fortë të politikë ka fortë do flasim për palën tjetër, po me 12 maj, domthonë mbushen 3 muaj thonë që domthonë 12 maj është 3 mujori, fundi 3 mujorit të arrestimit zotit Velia, çka mund të çojë edhe në shkarkimin zotit Kthubit Velia, ta ku di unë. Si do të ishte përmbushja e fatit, teorikisht hape një spirale mundshme ligjore që Këshilli i Bashkiatë të marrë përsipër dhe të vlerësojë nëse është timi kushtet e mungesës apo krimit vakancës për pozicionin e kryetarit të Fiks një ditë pas zgjedhjeve, ëh? Fiks një ditë pas zgjedhjeve. Nuk mendoj që do të jetë me datë 12 kjo çështje, mendoj që kjo çështje do shtyhet së paktën në 20 apo 30 ditë tjera. Do keni mendjen në 12 do numërojnë votat. Nëse do të shtrohet ndonjëherë si çështje, në të vërtetën, besoj që në rastin më të keq mundshëm këshilltarët bashkiak të opozitës do ta kërkojnë mbledhjen e Këshillit Bashkiak për këtë çështje. Ngjitet për të parë pastaj se do të reagoj. Po mendoj që paktën deri pas numërimit të votave nuk është një çështje që do të jetë objekt diskutimi publik. Deri nga data 15-16, çështja do të jetë nën sa është rezultati, kush është rezultati dhe kush janë deputetët fitues. Prandaj do kesh një 3-4 ditë ku një të paktën një 45-46 numër 2 deputetësh do të jetë nën ethet e marrjes apo humbjes së mandatit. Rezart, po në lidhje me faktin që ka një kryengritje brenda PS-s që thot Lita, edhe pse e heshtur, edhe pse domethënë akoma si më thon e pa bër e qartë për opinionin publik, por që ka reagime në lidhje me këtë. Si e vlerëson situatën terrena? Ka ndikuar? Nuk mendoj që është kryengritje e mirëfillt, mendoj që aty ka këta interesash dhe grupime interesash, të cilët luftojnë për atë që është e ardhmja e Partisë Socialiste ose ardhmja e secilit prej grupeve. Kushdo që krijon një grup interesi brenda një formacioni politik ka një objektiv që është objektiv në të ardhmen. Por pos objektivit për të ruajtur status quo apo gjendjen e grupit brenda, pushtetin e grupit brenda forcës politike. Dhe qartësisht kemi vënë re që aty janë qenë dy grupe të barazpeshuara, të barazlarguara nga kryetari i partisë, ishte grupi zotit Velia dhe grupi zonjës Balluku. Sot që flasim, grupi i parë është në shkrirje sipër, në mos është shkrirë, për shkak se ajo që ndodhi me zotin Velia detyrimisht do të çonte në një konflikt të mundshëm me zotin Rama për shkak të nevojës elektorale të Partisë Socialiste për të ruajtur atë që ajo ka si peshë elektorale në qytetin e Tiranës. Kështu që në këtë pikë mendoj që fushata zgjedhore do të bëjë amortizimin më të madh të mundshëm të konflikteve të brendshme për shkak të interesit që kemi për të ruajtur pushtetin brenda partisë dhe pushtetin elektoral dhe mbas zgjedhjeve do të jetë e rëndësishme konfigurimi si do rikonfigurohen këto grupe në raport me numrin për shkak të rezultatit. Po, për shkak të rezultatit do të jetë rikonfigurimi do të kryhet e para punës për shkak të rezultatit dhe para e dyta punës për shkak të numrave që cili grup pastaj do të ketë në parlament. Duke pretenduar me prezumimin që grupet ruajnë homogenitetin e tyre dhe nuk transferojnë antarë nga një grupi tjetër. Kthesën e Veliajt në reagimet e tij në Facebook si e komenton?
Po që një kthesi bëri dhe Saliani, një kthesi bëri dhe Meta. Do thonë, mbasi ti vuan disa kohë në burg, fillon ambientohesh me idenë që vuajtja do të jetë gjatë, nuk ke më arsye që të ruash të nivelin e betejës. Fillon kursen forca. Në 10, 20 apo 30 ditë e para ti jeton akoma me iluzionin që ndoshta kjo që po ndodh është diçka që do të përfundoj shpejt, ti do dalësh sërish shpejt në jetën publike dhe do të ruash statusin e politikanit. Faktet tregojnë që të gjithë këta që kanë hyrë për një periudhë në paraburgim nuk kanë dalë akoma, asnjëri nga këta nuk ka dalë. Dhe fakti që ndron më perceptimi brenda tregon që ti fillon e para punësh e kupton që çështja do të jetë më e gjatë, kursen ca forca dhe bën një strategji të ndryshe nga ajo që zoti Velia i bëri në fillim fare në raport me mbrojtjen e figurës së tij publike kashi qytetare. Strategjia që goditja e prokurorëve të SPAK-ut nëpërmjet Po ta shikosh mbas vendimit të gjykatës apelit ka rënë tempi, nuk ke më goditje të prokurorëve, nuk ke më anatimin e prokurorëve, nuk ke më diskutim raport me çështjen gjyqësore, merret me punët e tij si kryetar bashkie, që është e drejtë e tij sa kohë vazhdon të jetë kryetari i bashkisë në detyrë, në funksion, se në detyrë nuk është. Kanë rënë iluzionet, po thua. Jo, perceptimi për realitetin fillon ndryshon. Është perceptim nga brenda katër mure, nuk është perceptim nga brenda katër mureve do dal shpejt. Iluzione që do dalë shpejt, pra, iluzione. Shuhen këto iluzione. Në momentin që ty shuhen iluzionet e daljes shpejt, komplet ideja e strategjisë se ti duhet ndjekësh për të ruajtur figurën tënde publike ndryshon krejtësisht. Iluzionet, Lita, kjo puna e iluzioneve ka pasur besim Velia që Rama do ta ndihmonte në, le të themi, tek ajo pjesa që mundet që në apel të ndryshonte masa e sigurisë dhe ai dilte me arrest shtëpia ose me detyrim paraqitje. Iluzionet kota dhe iluzionet humbura nga subjekti Erion Velia, paçka se ishte parashikuar të ishte numri 2 i Partisë Socialiste, kandidati potencial për kryeministër. Ne pam se sa vulnerabël ishte ai nga pikpamja juridike, pasi është i vetmi kryebashkiak i arrestuar në zyrë në nivele të larta nga SPAK-u dhe kjo tregoi edhe një herë tjetër që kopsitja e dosjes ishte aq e mirë qepur nga ana e 2 prokurorëve dhe SPAK, Altin Domani dhe Olci Dado, çka nuk i la asnjë hapësirë ligjore avokatërve të tij dhe gjykatës, sepse kemi të bëjmë si me gjykatën shkallës parë, si me gjykatën e apelit, konfirmuan të njëjtën masë arresti. Dhe normalisht, siç u tha edhe për rastet e tjera të zotit Meta, zotit Berisha, Maltezi, Koka, Bllako, dhjetra të tjerë të cilët kanë përfunduar në ato dyrë dhe nuk kanë dalë më nga ato dyrë dhe janë duke disa në procese, disa me masa më të lehta të reduktuara për shkak të moshës apo për shkak të se dosja ka shkuar në gjykim, tregon që serioziteti i institucionit përndjekës, në këtë rast SPAK-ut, ka një seriozitet aq të lartë sa nuk le hapësira që ndikimi politik si në gjykata apo në gjykatën e apelit apo në gjykatën e lartë në finale apo në gjykatën kushtetuese të zhbëj vendimet e mëparshme. Kjo tregon që sistemi po konsolidohet, nuk është tërësisht i konsoliduar në nivel që ne dëshironim apo në nivel europian, po sistemi është i konsoliduar dhe gjykatësit po krijojnë dhe, si them, krijojnë dhe shpesh herë i kthejnë ato dosjet, i kthejnë mbrapsht në përplotësim në SPAK apo japin orientime prokurorëve për hetime, çka ishte pa mendueshme pak vite më parë, çka tregon se sistemi ka krijuar një autonomi të vetëm dhe sa më shumë ky sistem krijon autonomi, aq më vështirë do ta kenë politikanët për të qartë. Po thua për drejtësinë. Për drejtësinë. Pra autonomia e sistemit të prokurorëve dhe të gjykatësve në vendimarrjen e tyre e konsolidon dhe e bën të pamundur ndikimin e politikës, të kryeministrit, ministrit të drejtësisë dhe të tjerëve të ndikojnë në vendimarrjen e tyre. Është një vendim autonom i SPAK-ut i pa ndikuar thjesht për shkak të vendimet i ka dhënë gjykatat, vendimet i ka dhënë gjyqtari Engert Plumbi dhe ai më përpashme i drejtësisë, se u shpreha gabim. Erion Bani, të cilët janë vendime shumë të konsoliduar nga pikpamja juridike dhe
Sa herë kanë shkuar në gjykatën e lartë që mund të paramendohet se gjykata e lartë ka ndikim politika brenda, nuk i kanë kthyer dot sepse nga pikpamja e provave dhe e vendimarrjes janë të sakta dhe nuk ju le shkak atyre që ti kthejnë mbrapsht. Denis, në fakt tani do të dilja te kjo pjesa e strategjisë ose më mirë le të themi para se të dalim te strategjia, si e vlerëson këtë rikthimin e amerikanëve në SPAK? Kishim edhe ca video, por nuk e di regjia mund të më gjej tani. Pa dyshim që ai ishte një lajm, ne kemi thënë që është një lajm i mirë për vetë strukturën e posaçme, e cila kishte nevojë për një lloj mbështetje, jo se punën e SPAK-ut do ta bëjnë këta ekspertë Obdatit, por mbështetja është e nevojshme, sepse jetojmë në një vend që ndryrët janë të pranishme, pavarësisht se palët deklarojnë që janë të barazlarguara nga drejtësia. Por ajo çfarë ndodh këtë tutje me SPAK-un është për mua është më e rëndësishme. Para sfida që ka SPAK-u me zgjedhjet e 11 majit, sepse aty do ta shohim realisht se çfarë do të bëjë SPAK-un në raport sidomos me ndonjë tentativë të mazhorancës, le të themi, për të ndikuar politikisht tek zgjedhjet. Pra, ç'do të thotë ndikosh politikisht? Përdorësh për shumë administratën, përdorësh ministrat, të gjëra se natyre se. Unë nuk mendoj se ne jemi akoma në krizën e thellë ose në akuzat për mua absurde të opozitës që thotë këtu blien vota, këtu nuk e para punës njëherë edhe po të ekzistojë si fenomen, nuk është një fenomen që dominon zgjedhjet. Padyshim që blerje votash mund të ketë, ne për shembull blerje vota mund të kemi në diasporë, që s'kemi si e zgjidhur. Aty edhe mund ta blesh hapur, çfarë do bëj SPAK? S'ndryn dot. S'ndryn dot SPAK-u. S'ndryn dot, ku do ndërhyjë te një emigrant në Itali. Prandaj po them që këto ekstraterritorialiteti, ligji shqiptar bazohet zbatohet vetëm në territorin. Do ishte shumë e bukur që një qytetar ta bënte një qytetar ta zënë në një vend evropian, ta bënte në mënyrë demonstrative. Do ndodhin këto gjëra besoj. Pra, e kupton që do thotë rreth kjo akuza e madhe e opozitës që këtu bën nami me blerje votash, do të bjerë, nuk e vetmja gjë që SPAK-u duhet i heqi mazhorancës është që mazhoranca të mos përdori inaugurimet, veprat, në këtë periudhë një mujore, mazhorancës duhet merret fare me çështjet e kanë zgjedhur një term tjetër tash, nuk është me inaugurish, inspektim. Inspektim, nuk e di, po këtu SPAK-u termi që përdor mazhoranca sot për të bërë një gjë që bënte, por nuk e quhen më inaugurim, por quhen inspektim. Tek ajo që është forca e drejtorëve, këtu duhet ndërhyjë SPAK. Pra këtu do ta shohim nëse është sfidë e SPAK-ut 11 maj apo jo. Po, Lida. Përpara se të kalojmë tek veprimtaria e SPAK-ut në procesin zgjedhor, duhet të thënë diçka për rikthimin e të shqyrtarëve amerikanëve në SPAK apo në GKO, për shkak se ka pasur një narrativ sikur ishin larguar dhe ishin tërhequr në bazat e tyre dhe tani po të rikthyer. Rama amplifikonte shumë këtë, që ikën amerikanët, nuk janë më amerikanët. Po, ishte pjesë e strategjisë së tij të tensionit ndaj sistemit e drejtësisë. Në fakt, agentët e FBI-t në ambasadë apo të DEA-s, të cilët luftojnë terrorizmin, krimin organizuar në nivel ndërkombëtar, transnacional apo trafikun ndërkombëtar, narkotrafikun, nuk ishin larguar nga Shqipëria, përkundrazi. Ishin larguar vetëm këshilltarët ligjor të Obdatit. Operacionalet jo, mas një nga. Vetëm këshilltarët të ligjor të Obdatit që ishin disa shqiptarë dhe disa amerikanë. Nëse referohemi deklaratës së Tumanit, kush ka qenë pjesë e FBI-t, DEA-s, agjencive ligjvatuese, Europolit, Eurojustit, kanë vazhduar se janë operacionet përbashkëta policore dhe timore, nuk ndërpriteshin. Po them për ata që kanë qenë në SPAK. Vetëm ky ishte dallimi. Obdati çfarë është? Obdati është një mision i Shtetit Bashkuar të Amerikës për të ndihmuar me këshillime ligjore, juridike dhe financiare, trajnime, seminare. Këta kanë qenë larguar. Këta ishin tërhequr për shkak se këto persona ishin të paguar nga fonde të lidhur me USAID-in dhe normalisht nuk ndodh si në Shqipëri që
të punësuarit mund punojnë dhe pa rroga një muaj, disa muaj. Kurse për Amerikanët, nëse ata nuk punojnë, nëse nuk marrin ditën e punës, ose javën e punës, ata nuk kanë më nga natyra të respektojnë kontratën, qoftë me shtetin Amerikan, qoftë me punëdhënësin e tyre. Kështu që për të paguar ata detyrimet, faturat e tyre... Funksionin që kishin aty vetëm këshillimor, po thua? Obdati ka funksion këshillimor. Dhe, se them, lehtësues për letërporosi, për trajnime, për përgatitjen e strategjisë me shtetin Amerikan. Me shtetin Amerikan. Pra, ndërsa kanalet e tjera që ka lidhje me operacionalen, pra me personalitetin e SPAK-ut, me ndjekjen e narkotrafikantëve, të kriminalëve që bëjnë trafiqet njerëzore dhe shumë probleme që shkaktojnë grupet shqiptare në nivel ndërkombëtar, nuk ishin larguar sepse ata janë komplet një linjë tjetër që varet nga Justice, pra nga Departamenti i Drejtësisë, Justice Department, dhe nga Departamenti i Homeland Security, që është këto të DEA-s e tjerë, që merren me hetimet e tjera. Pra ishin, se them, të kurrur vetëm fondet e USAID-it, po them. Për të bërë këtë dallimin midis ndihmës amerikane dhe ndihmës që u jepe përmes USAID-it. Amerikanët, jo në vetëm në vendin tonë, por në të gjithë rajonin dhe në Europë, po bëjnë një rishikim të gjithë programeve tyre të ndihmës dhe ne kemi vënë re që disa projekte të lidhura me reformimin e administratave apo drejtat e njeriut ata i kanë prerë, i kanë shkurtuar, dhe disa të tjera siç janë për mbrojtjen, ata i kanë fuqizuar. Domthonë, po kalohet në një nivel tjetër orientimi sipas orientimeve të administratës së re të Trumpit. Rezart, rikthimi i tyre, çfarë do të thotë, domethënë, për fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin ta rikthejnë si çfarë mesazhi kërkojnë, sepse pas pezullimit rikthehen ashtu siç ishin, me të njëjtat objektiva, me të njëjtin kurs. Si ta lexojmë këto? Ne të dy rrethet do të kthehemi ca emisione më përpara, ku ne të dy kemi pas gjithmonë këtë debatin e çfarë ndodh me amerikanët, si ndryshon strategjia e perandorisë. Nuk ndryshon. Perandoria, që do të thotë Shtetet Bashkuara, kanë gjithmonë njëjtën qasje, nuk ndryshon qasja për shkak ndryshimit të administratës. Ajo që ka ndodhur ishte që u ripa çështja e fondeve dhe ato fonde që përdoreshin për një gjë vazhdojnë të përdoren për të njëjtën gjë, që do të thotë qasja e Shtetet Bashkuara në raport me luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Mori dhe vulën e administratës së re. E rimori në disa raste vulën e administratës së re, se e mori në rastin e rikthimit të këtyre të obdatit në Shqipëri, e mori në rastin e dënimit atyre të Venezuelës, të Argjentinës, shpalljes non grata të atjerë, që do të thotë për këtë administratë të Shtetit Bashkuara, lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë të jetë prioritet, sikurse ishte për administratën që kaloi. Dhe për administratën para administratës që kaloi, që është e njëjtë me administratën e sotme. Që do të thotë mos prisni të ketë ndryshime. Shtetet Bashkuara do vazhdojnë të kenë të njëjtën qasje ndaj SPAK-ut, të njëjtën mbështetje ndaj SPAK-ut, dhe unë vazhdoj të njëjtën shpejtësi për sa i përket goditjes korrupsionit. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them një gjë që për mua është e rëndësishme dhe unë mendoj që SPAK-u me rastin e zotit Veliaj, që ishte një periudhë në cilën ne pretendonin që amerikanët ishin larguar nga SPAK-u, kryu, zbatoi një procedurë ligjore dhe një vendim gjykate që ndaj personit të dytë më të fuqishëm politikisht në vend në atë moment. Dhe që jo vetëm personi më i fuqishëm politikisht, por njëkohësisht dhe kryetarin detyrë i bashkisë më të madhe në vend. Dhe e zbatoi pa pasur këtë mbështetjen publike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa pasur praninë e tyre publike, që do të thotë ndoshta, dhe shpresoj shumë të kështu, jemi në kushtet kur SPAK-u e ka krijuar identitetin e vet, e ka krijuar autonominë e tij dhe mund të vazhdojë dhe të zbatojë ligjin penal shqiptar, qoftë edhe pa mbështetjen e Shtetit Bashkuara. Është e mirë pritur kjo mbështetje dhe shumë mirë që vjen, por nuk është kjo ajo që e bën SPAK-un atë që është sot. Kështu që në këto kushte unë mendoj që ajo që sjellin amerikanët është një garanci më shumë që SPAK-u nuk do të devijojë nga një rrugë që ka nisur.
Dhe ndoshta një garanci më shumë që SPAK-u mos merret me këto. Kush është kjo rruga që ka nisur SPAK-u? Goditje e korrupsionit nivelleve më të larta. Sot që para zgjedhjeve se kjo është, se ideja është që kjo t'japi rezultatin e 11 maj, mëse? Jo, kjo është nevojë politike. Dhe ne mund ta gjykojmë politikisht se SPAK-u duhet godasë para 11 maj që të lehtësohet barra politike e zgjedhjeve. Por SPAK-u nuk ka 11 maj, ligjërisht për ligjin shqiptar dhe aq më shumë për ligjin penal nuk ekziston 11 maj. 11 maj është një datë politike, por që nuk ka lidhje me zbatimin e ligjit. Nëse SPAK-u zbaton ligjin, nuk ka rëndësi nëse ka zgjedhje me 11 maj apo ka me 11 qershor apo 11 shtator. Për SPAK-un ligji është ligji, nëse ka përfunduar një procedim penal dhe ka hartuar tërësinë e provave kundër Redit, duhet shkojë dhe të ndjek procedurën penale kundër Redit. Ka zgjedhje në 11 maj, është Redi po apo jo kandidat, kjo nuk ka lloj vlere përse përket ligjit. Kështu që unë shpresoj shumë që SPAK-u mos të shikoj faktin që ka zgjedhje në 11 maj, të shikoj vetëm procesin hetimor që kanë në duar, proceset hetimore që kanë në duar dhe të vazhdoj me ato procese hetimore drejt dyreve të gjykatës për gjithë ata që mendojnë që janë fajtor. Jo, unë i referohem një dokumenti që lexova sot që i lidheshe me strategjinë e SPAK-ut për vitin 2024-2027 dhe